Pavarësisht se nga viti në vit është rritur numri i shqiptarëve që zgjedhin të kryejnë veprime bankare përmes aplikacioneve apo faqeve online të bankave, ne vijojmë të jemi ndër të fundit në Evropë për sa i përket përqindjes së popullsisë që përdorin internetin për këtë qëllim. Sipas të dhënave nga Agjencia Evropiane e Statistikave Eurostat, vetëm 18.5% të shqiptarëve e përdorin internetin për të marrë shërbime bankare online. Shqipëria bashkë me Malin e Zi renditën të fundit në rajon dhe Evropë për sa i takon përdorimit të home banking. Në Ballkanin Perëndimor, Maqedonia e Veriut pozicionohet më mirë, me rreth 36.7% të maqedonasve që realizojnë transaksione me home banking. Ndërkohë, vendet nordike janë të parat në kontinent, ku mbi 95% e popullsisë së tyre përdorin internetin për të kryer veprime bankare përmes telefonit. Nga janari deri në gusht të këtij viti, shqiptarët kanë kryer 7.2 milion transaksione me home banking, të cilat kapin një vlerë prej 1.7 miliard lekësh. Statistikat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë se në gusht ka pasur një rënje drastike prej 4.4% të numrit të veprimeve me bankingu në shtëpi dhe 5.7% të shumës së transaksioneve. Megjithatë, vëret një rritje e konsiderueshme në krahasim me vitin e kaluar. Pra, vlerësuar me veten jemi përmirësuar, por në krahasim me rajonin dhe Evropën mbetemi shumë mbrapa. Home banking, i quajtur ndryshe si bankingu në shtëpi, përdoret për të kryer transferta parash, paguar taksat, faturat e energjisë elektrike, ujit të telefonit, gjobat e policisë, pakesat e kartës së kreditit dhe të tjera, pa që nevoja e paraqitjes në degët fizike të bankave. Realizimi i transfertave përmes aplikacioneve bankare në telefon kursen shumë më tepër kohë në vend të atyre që kryen pranë degëve fizike, pasi transaksionet shpesh mund të përfundojnë brenda pak minutash në shtëpi. Rritja e transaksioneve që kryen përmes aplikacioneve ose faqeve online të bankave është një tregues i digitalizimit të shërbimeve bankare, ndërsa rritet edhe më tepër përfshirjen financiare të qytetarëve si dhe transparencën e veprimeve bankare.